Shumë faleminderit për këtë hyrje që unë dhe dëgjuesit kanë mundësi për të dëgjuar dhe për të ditur shumë për ju, sepse edhe kanë pyetur shumë për ju. Dua të di tash të kaloj tek një temë tjetër interesante, ku një pyetje mua më ka ndërgjetësuar ose më ka brejt prej moti në kurreshjen time. Du me ditë që Zoti na e dim që ka përcaktuar fatin ton, që nga lindja. Dhe si është e mundur që një person të bëjë vetvrasje, apo ta vret dikush në një mënyrë apo tjetër, apo ky është një fat i caktuar nga Zoti? Me një fjalë ta përshkruaj krejt, a e cakton Zoti që dikush ta bëjë vetvrasje, apo neve nga vetë dëshira apo nga psikologjia jonë bëjmë vetvrasje nga një terr informativ i yni ose diçka tjetër, terr të cilin na nuk mund ta përshkruajmë. Si është e mundur kjo? Shiko, Zoti e krijoi njeriu. Khalaqal insan, pra ka kriju njeriu. Allamahul bayan, ja ka dhënë dalluesin e së vërtetës nga e kota, që është mendja. Por Zoti ka thonë njeriu të mos e ngarko mendjen më tepër se ç'duhet me gjëra të padobishme. Në Kur'an janë disa gjëra që shpjegohen mjaft qartë që Kur'ani është fjalë e Zotit, ku thuhet se janë dy lloj diturish. Është dia e dobishme dhe dia e padobishme. Nëse ne ngarkojmë trurin ton me dije të padobishme, atëherë është sikur shembulli i një kafshe që ti e ngarkon më tepër se ç'duhet. Ose shembulli i këtyre kompjuterëve këtu që i kemi, nëse ti e ngarkon këto më tepër se ç'duhet, atëherë ky mundet mu djeg. Prandaj dhe Zoti tha në Kur'an: La yukellifullahu nafsan illa wus'aha. Zoti s'obligon për të mundësive. Ke mundësi ta krysh një detyrë ose një punë, siç thotë edhe populli ynë, shtri kam sa ki jargonin, e sheh e mat veten, pastaj vepron. Vetvrasja është një çrregullim patologjik, psikologjik. Është një smundje fatkeqësisht që është shpeshtu, sidomos në vendet e ndryshme në botë, po në Evropë është edhe më të madhe, shkak se njerëzit janë larguar besimit. Dhe kur njeriu i largohet besimit tek Zoti, sado që të ka pasuri, ju e dini shumë mirë, unë muj me përmend edhe me emra këngëtarë dhe këngëtare, që ne i kemi lexuar në për libra, në për studime, ose në për faqe telegrafike, që kanë përfunduar në vetvrasje. Marilyn Monroe, për shembull, Whitney Houston, është gjendur thot në apartamentin e saj, e mbigarkuar nga substratet e drogës. Si ka mundësi një aktor ose një aktore kaq e shquar të përfundojnë në dozën e drogës dhe ta mbys veten me durët e veta? Pra gjithat pasuri, gjithat famë, gjithat reputacion e shumëzon me zero. Pse? Sepse mungon morali dhe besimi tek Perëndia, tek Zoti i Madh. Dhe kush i shmanget rrugës time, thot Zoti në Kur'an, atij do t'ja bëjmë një jetë të vështirë. Dhe kush thot i afrohet përmendjes time, ne do të orientojmë ka rruga më e lehtë. Prandaj Zoti i Madhreshëm na tregoi se kthehuni i drejtësisë, kthehuni bamirësisë, kthehuni veprave të mira, sepse njeriu kur arrin një farmase të pasurisë ose të kapitalit, ai mundet edhe mu çmend. Ai mundet edhe me kapitulu. Sikur ishte Karuni, ishte pej pasuesve të Musait. Mirë, po kur arriti pasuri të madhe, ai tha unë gjithaj kam bë vet. Filloi pra arroganca.
Nga arroganca vjen te depresioni. Nga depresioni vjen deri edhe tek runa zot vetvrasja. Pra njeriu ku i arrin gjitha, mendon që tani ka arritur domethënë çdo kulm, edhe më mundet me ndodhë edhe te gjërat te errësimi, siç e thatë ju, i trurit. Dhe kur errësohet truri, pastaj nuk punon më ndërgjegja. Kurani ka ardhur mi ndërgjegjësu njerëzit.